Xhamia e Plumbit në qytetin e Vlorës, krahas objektit të kultit fetar që përfaqëson, është njëkohësisht një ndër objektet më të vizituara, e cila është kthyer edhe në një atraksion turistik, për shkak të vlerave, por edhe arkitekturës së lartë të objektit që është ndërtuar. Ky objekt i kultit fetar në qendër të Vlorës vizitohet çdo ditë nga qindra turistë të huaj, të cilët prej muajsh tashmë e gjejnë derën kryesore të xhamisë të mbyllur. Turistë këta të cilët vinë nga vendet e Europës perëndimore, si Franca, Gjermania, por edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si pjesë të turit që zhvillohen në Vlorë, ata kërkojnë të vizitojnë nga brenda edhe xhaminë e Plumbit, por siç tregojnë edhe vetë, derën e saj e gjejnë të mbyllur, pasi ky objekt është në pritje të rikonstruksionit pas përmbytjeve të 4 tetorit 2024, të cilat prekën Vlorën. Turistët shprehen tepër të zhgënjur për faktin se nuk mundin ta vizitojnë objektin edhe në brendësi, diçka të tillë që sipas tyre nuk e prisnin, pasi edhe në internet përshkruhet ndryshe. Ndër të tjera, turistët tregojnë se qyteti, por edhe ky vend nga jashtë i ka lënë bresa të shumta, teksa për të kanë lexuar më parë edhe në internet, duke i tërhequr edhe vëmendjen për ta vizituar. First time Vlora, first time Albania. Unë jam nga Gjermania, vi për herë të parë në Vlorë dhe në Shqipëri. Zgjodhëm Shqipërinë sepse moti është i mirë. Në Gjermani është 14 gradë tashmë. Ne nuk e njohim Shqipërinë dhe na pëlqen ta vizitonim. Për Vlorën dhe për Shqipërinë lexuam në internet. Xhamia e Plumbit na pëlqen, por nuk mundëm ta vizitonim në brendësi, sepse është e mbyllur pasi është për rikonstruksion. Nesër ne do të marrim një makinë e do të nisim të vizitojmë disa vende edhe në qytet. Edhe për xhaminë e Plumbit ne kërkuam dhe i gjetëm në internet. Gjithashtu pam për Vlorën në një guid të mikut ton të vjetër. Vlora që tani na pëlqen shumë. Dje ne provuam edhe ushqimin, një ushqim fantastik në mbrëmje. Ushqimi i peshkut ishte fantastik. Seafood. Traditional one. Yes. USA for the first time here in Vlora? First time. And you are Unë vi nga Amerika dhe jam për herë të parë në Vlorë. Ne arritëm këtu mbrëmjen e kaluar dhe sot kemi vizituar disa monumente kulture dhe mund të them që na pëlqejnë shumë. Më pëlqen xhamia e Plumbit, arkitektura e ndërtimit të saj. Unë ende nuk e kam parë nga brenda sepse është e mbyllur. Për këtë destinacion kontrollova në internet dhe nga videoja që pash mu duk shumë e bukur. Mëngjesin e sotëm kam vizituar edhe manastirin e Zvënecit, më pas në plazh dhe tani jam këtu. Në Shqipëri do të qëndrojmë për disa ditë. Stay here in Albania? Couple days. A couple of days. Food, people. Of course I like it. Sigurisht që Vlora më pëlqen shumë. Më pëlqen tepër njerëzit që janë këtu. Unë kam vizituar shumë vende më parë, ndërto edhe vende arabe. Ne gjithmonë kërkojmë të shohim diçka të re. Unë vi nga Gjermania dhe deri tani nuk kam vizituar asnjë qytet tjetër përveç Vlorës. Më pëlqen shumë edhe deti këtu. Monumenti i kulturës pas shtëpisë sime është shumë i vjetër, por duket vërtet i bukur. Ne provuam që të shkonim në brendësi të tij, por është e mbyllur dhe na thanë se po rikonstruktohet. Do të donim ta shikonim, por në këto kushte do të duhet të kthehemi pas një viti, ndoshta për ta parë nga brenda. Prej datës 4 tetor 2024, xhamia kryesore e Vlorës në qendër të qytetit është e mbyllur. Përmbytjet që prekën Vlorën kanë shkaktuar në të dëme të shumta materiale, duke bërë të pamundur funksionimin. Më 11 korrik 2025 është miratuar vendimi për nisjen e procedurave për habilitimin e saj nga Ministria e Kulturës, por ende nuk ka asnjë informacion se kur punimet do të nisin.